Selman el Farisi. Selmani është prej nesh, ehli bejti. Muhamedi alayhis salam. Ky është rrëfimi ynë për njeriu që kërkonte të gjente të vërtetën, për njeriu që u lumtonte të zbulonte Allahun. Ky është rrëfimi për Selman el Farisiun. Allahu qoftë i kënaqur me të. Po ja japim fjalën vetë Selmanit të na rrëfej ngjarjet e tregimit të tij, sepse ndjenjat e tij janë më të thella. Rrëfimet e tij janë më precize dhe më të sinqerta. Ja se si e tregon Selmani rrëfimin e tij. Isha djalosh persian prej Isfahanit nga fshati Xhejian. Babai im ishte kryetari i fshatit, më i pasur i ndërta dhe me autoritet të lartë. Isha krijesa më e dashur tek ai prej ditës kur u linda, dhe kjo dashuri sa vinte e shtohej me kalimin e kohës, derisa nga frika se do të më ndodh diçka, më mbylli në shtëpi ashtu siç mbyllen vajzat. Isha adhuruesi i zjarrit dhe arrita në hierarkinë më të lartë, derisa mu besua ndezja e zjarrit që ai të mos fiket asnjëherë, as ditën, as natën. Babai im kishte një kopësht të madh, i cili na jepte të lashta të shumta, e ai interesohej për të dhe i merrte të lashtat e tij. Një ditë prej ditësh, babai ishte zënë me punë të tjera, të cilat nuk ja mundsuan shkuarje në fshat dhe më tha: "O djali im, unë nuk mund të shkoj në kopësh për atë që po e sheh edhe vetë. Shko ti sot atje dhe kujdesu për të." Unë nisa me qëllim që të shkoj tek kopshti ynë. Duke shkuar rrugës, kalova pranë një kishe të krishterëve, e cila, pasi dëgjova zërat e tyre duke u lutur, më të roqi vëmendjen. Nuk dija asgjë për të krishterët, apo për besimtarët e feve të tjera për shkak të periudhës së gjatë të izolimit tim dhe ndërprerjes së kontakteve me njerëzit. Kur i dëgjova zërat e tyre, hyra brenda në kishë që t'i shoh se çka po bëjnë. Pas një meditimi të gjatë, më pëlqeu mënyra e lutjes dhe lakmova fenë e tyre dhe thash: "Për Zotin, kjo fe është më e mirë se feja jonë. Betohem në Allah se fare atë ditë nuk u ndava prej tyre deri në mbrëmje dhe nuk shkova te kopshti i babait tim." Pastaj i pyeta ata: "Ku është burimi i kësaj feje?" Më thanë: "Në Sham, Siri." Në mbrëmje u ktheva në shtëpi dhe babai filloi të më pyes se ç'kisha bërë. Unë ju përgjigja: "O baba, rrugës për në kopshtin ton, kalova pranë një kishe në të cilën luteshin disa njerëz. Zërat e tyre të roqën vëmendjen time dhe hyra brenda. Lutjet e tyre më pëlqyen dhe aty qëndrova derisa perëndoi dielli. Babai im u tmerrua nga veprimi im dhe më tha: "O djali im, në fenë e tyre nuk ka asgjë të mirë. Feja jote dhe e baballarëve të tu është më e mirë se ajo." Unë ja ktheva: "A se si, për Allahun feja e tyre ishte më e mirë se feja jonë." Babai im u friksua për kësaj që thash dhe pati frikë se do ta braktis fen ton. Prandaj më burgosi në shtëpi dhe mi lidhi këmbët. Shfrytëzova rastin e parë dhe i lajmërova të krishterët: "Nëse shkon ndonjë karvan për në Sham, më lajmëroni." Nuk shkuan pak ditë dhe arriti tek ata një karvan që shkonte për në Sham. Më lajmëruan për këtë dhe shpejt i zgjidha këmbët edhe dola me ata, duke u fshehur derisa arrita në Sham. Kur arrita atje, pyeta: "Kush është njeriu më i devotshëm i kësaj feje?" Ata u përgjigjen: "I peshkvi, kujdestari i kishës." Shkova tek ai dhe i thash: "Unë e pëlqeva krishtërimin dhe dëshiroj të të shoqëroj ty, të jem në shërbimin tënd, të mësoj prej teje dhe të lutem me ty." Ai më tha: Urdhëro." Hyra tek ai dhe fillova t'i shërbej atij. Nuk shkoi pak kohë dhe kuptova se ai ishte njeri i keq. I urdhëronte besimtarët të jepnin lëmoshe dhe u premtonte shpërblime të mëdha prej saj. Mirë po, prej tërë asaj që ata i jepnin, ai nuk u jepte asgjë të varfërve dhe atyre që kishin nevojë për ndihmë, por të gjitha i ruante për vete, derisa më në fund grumbulloi 7 qypa me ar. Kjo sjellje e tij më bëri ta urrej. Nuk vonoi edhe vdiq. Të krishterët, si zakonisht, u tubuan për ta varrosur, e unë u thash atyre: "Njeriu, për varrosjen e të cilit jeni tubuar, ishte njeri i keq. Ai u urdhëronte të jepni lëmoshe dhe kur ju e bënit atë, ai ato i ruante për vete dhe nuk u shpërndante asgjë të varfërve." Ata më pyetën të habitur: "Si mund ta dish këtë?" Unë u aktheva për ta vërtetuar këtë, po ju drejtoj tek thesari i tij. Ata më thanë:
Na drejto pra atje. U atregova vendin e thesarit të tij të fshetë, prej ku ndorën 7 qypa për plot me ar edhe argjend. Kur e pan këtë, than, për Zotin nuk do ta varrosim. Pastaj e gozhduan atë në një vend publik dhe e gjuajtën me gur. Pas pak kohe, në vend të tij, zgjodhën një njeri tjetër. E shoqërova edhe atë dhe nuk kisha parë në jetë njeri më modest se ai. E as më të dhënë për botën tjetër, as më të devotshëm. Ai lutej natën dhe ditën. E desha shumë edhe me të kalova një kohë të gjatë dhe para se të vdiste, i thash: "Të lutem, te kush më këshillon të shkoj pas teje?" Ai u përgjigj: "O djaloshi im, nuk di të gjendet ndonjë njeri si unë në këto anë, përveç njërit në Mosul, i cili nuk ka devijuar nga parimet e krishtërimit. Prandaj shko edhe bashkangjit ju atij." Pasi vdiq shoku im, ju bashkangjita atij njeriu në Mosul. Kur arrita tek ai, i rrëfeva tregimin tim dhe i thash: "Filani më këshilloi para se të vdiste që të shoqëroj dhe më tregoi se ti je besnik dhe i përmbahesh parimeve të vërteta të krishtërimit." Atëherë ai më tha: "Qëndro këtu tek unë." U vendosa tek ai dhe vërejta se sjelljet dhe veprat e tij ishin për çdo lëvdat. Por ai ishte në moshë të shtyrë dhe nuk shkoi shumë kohë dhe vdiq. Por para se ta lëshonte shpirti, e pyeta: "O filan, si duket ti do kalosh në jetën e amshueshme, dhe ti e di gjendjen dhe hallin tim, te kush më këshillon të shkoj pas teje?" Ai me dhimbje mu drejtua duke më thënë: "O djaloshi im, për Zotin nuk di të ketë njeri në këto anë sikurse unë, përveç njërit në Nesibin, e ai është filani, shko tek ai." Pasi e varrosëm shokun tim, unë shkova në Nesibin edhe i tregova atij tregimin tim për porosinë e shokut tim, e ai më tha: "Qëndro tek unë." U vendosa aty edhe vërejta se veprat edhe sjelljet e tij ishin sikurse të dy shokëve të tij të mëparshëm. Por nuk shkoi shumë kohë e edhe atij i erdhi vdekja. Para se të kalonte në jetën e amshueshme, e pyeta: "Ti e di hallin tim, te kush më këshillon të shkoj pas teje?" Ai mu drejtua me këto fjalë: "O djaloshi im, për Zotin unë nuk njoh njeri që është në gjendjen në të cilën isha unë, me përjashtim të njërit në Amurije, e ai është filani. Të këshilloj të shkosh tek ai." Shkova në Amurije tek ai dhe i tregova për hallin tim dhe ai më tha: "Qëndro tek unë." U vendosa aty edhe betohem për Allahun se ishte në rrugën e shokëve të tij. Gjatë qëndrimit tek ai, në shenjë mirënjohje për shërbimet që i kisha bërë, mi kishte dhuruar disa lopë dhe dhurata të tjera. Nuk kaloi shumë kohë dhe edhe atë e gjeti ajo që i kishte gjetur dy shokët e tij të mëparshëm. Por para se të vdiste, e pyeta: "Ti e di çështjen time, te kush më këshillon të shkoj pas teje dhe si të veproj?" Ai më tha: "O djaloshi im, betohem në Allah se nuk kam mbetur njeri në sipërfaqen e tokës që i përmbahet asaj që ne i përmbahemi. Mirë po është afruar koha e paraqitjes së një pejgamberi në tokat arabe, i cili do ta mbartë mbi supet e tij fenë e Ibrahimit. Pastaj do të shpërngulet prej vendlindjes së tij në një vend ku ka shumë hurma, dhe ai ka shenja të cilat nuk mund të fshihen. Ai e pranon dhuratën, por jo edhe lëmoshën, dhe në mes të krave të tij mban vulën e profecisë. Nëse ke mundësi të arrish në atë vend, të këshilloj të shkosh atje." Nuk kaloi shumë kohë dhe shoku im ndroi jetë. Unë qëndrova një kohë në Amurije, derisa aty pari kaloi një karvan tregtarësh arab të fisit Kelb. Pas një bisede, u thash atyre: "Nëse më merrni mua deri në tokat arabe, do t'ju jap lopët edhe këto dhurata." Ata më thanë: "Po, do të të marrim." U adhash ato edhe më morën. Por kur arritëm në vendin e quajtur Vadil Kura, më tradhtuan edhe më shitën tek një çifut, i cili më mori me vete dhe më caktoi që të jem në shërbimin e tij. Nuk shkoi shumë kohë, e erdhi për vizitë tek ai njëri prej kushurimve të tij nga fisi Beni Kurejtha, dhe më bleu prej tij. Menjëherë më mori me vete në Jethrib, edhe i pash palmat, të cilat mi kishte përmendur zotëria im në Amurije. E njoha Medinën në bazë të përshkrimit të tij. Aty u vendosa tek zotëria im. Në atë kohë pejgamberi alayhis salam e thërriste në fe popullin e vet në Mekë. Mirë po unë nuk kisha dëgjuar për paraqitjen e tij
për shkak të detyrimeve të mia të shumta që mi impononte skllavëria. Nuk shkoi shumë kohë dhe pejgamberi alayhis salam u shpërngul për në Yathrib. Për Allahun, unë kisha hipur në majtën një hurme tek zotëria im, ku isha duke kryer disa punë, ndërsa zotëria im ishte ulur nën hijen e saj. Kur papritmas, erdhi njëri nga kushurinë e tij dhe i tha: "I vraft Allahu Benu Kailetët. Ata janë tubuar sot në Kuba, duke pritur ardhjen e një njeriu që vjen nga Meka e pohon se është pejgamber." Pasi dëgjova fjalët e tij, më hipi një mundim dhe u shqetësova deri në atë shkallë, saqë më kapi frika se do të bie mbi zotrin tim. Menjëherë u nisa të zbres prej hurmës dhe fillova t'i them atij njeriu: "Çfarë po thua? Përsërit edhe një herë lajmin?" Prej fjalëve të mia, zotria im u hidhrua shumë dhe më goditi rënd dhe më tha: "Çka po të hy në punë ty? Çka po të hy në udhë ty kjo? Shko atje ku ishe, në punën tënde." Kur ra muzgu i mbrëmjes, mora disa hurma që i kisha mbledhur dhe u drejtova atje ku pandeja të ishte pejgamberi. Hyra tek ai dhe pasi e përshëndeta i thash: "Kam dëgjuar se ti je njëri i mirë. Me vete ke shokja Banxhi, të cilët kanë nevojë për ndihmë. Ja, kjo është që më ka qelluar mua për t'u dhënë juve si lëmosh, sadaka. Dhe e parë se ju keni më shumë të drejtë në këtë se sa të tjerët." Pastaj ju afrova atij e ai u tha sahabëve të vet: "Hani." Ndërsa ai e të roqi dorën e nuk hëngri. Atëherë thash me vete: "Kjo është njëra prej shenjave." Pastaj u ktheva dhe nisa të mbledh disa hurma të tjera, dhe kur pejgamberi alayhis salam kaloi prej Kubas në Medinë, shkova tek ai e i thash: "Unë vërejta se ti nuk po e ha sadakan, lëmoshën edhe ja, këto hurma ti kam sjell dhurat, në shenjë nderimi edhe respektin ndaj teje." Ai hëngri disa prej tyre dhe i urdhëroi sahabët që edhe ata të hanë me të, gjë që edhe e bën. Atëherë thash me vete: "Kjo është shenja e dytë." Pastaj shkova tek pejgamberi alayhis salam në Bekije El Garkad, ku ishte duke varrosur njërin prej sahabëve të vet. E pash të ulur, e në trup kishte 2 copë pëlhurash. I dhash selam e pastaj u solla mbrapa shpinës, se mos do ta shoh vulën, të cilën ma kishte përshkruar zotria im në amurie. Kur e hetoi pejgamberi alayhis salam se jam duke shikuar shpinën e tij, e kuptoi qëllimin tim. Atëherë e hoqi mbulesën e tij prej shpinës dhe unë e pash vulën në mes të 2 krave të tij. Atëherë mu bë e qartë se ky ishte pejgamberi që ma kishte përshkruar shoku im në amurie. Ju hodha në shpinë, fillova ta puth dhe të qaj, ndërsa pejgamberi alayhis salam me gjak ftohtësi më pyeti: "Çfarë ke?" Atëherë i tregova rrëfimin tim që nga fillimi, shenjat e abiz dukeshin të qarta në fytyrën e tij. U gëzua që sahabët e tij ishin të pranishëm aty dhe e dëgjuan atë prej gojës sime. Edhe ata ishin të habitur dhe të gëzuar. Përshëndetjet edhe selamet tona qofshin për Selman El Farisiun, i cili nuk nguroje as nuk u lodh ta kërkojë të vërtetën në çdo vend. Përshëndetjet tona qofshin për Selmanin, i cili në momentin kur e njohu, besoi në të vërtetën, me besimin më të fortë dhe më të thellë. Paqja e Zotit qoftë mbi Selman El Farisiun, ditën kur ai vdiq dhe ditën kur ai do të ringjallët.